Besimtar, qytetar dhe autoritete vendore kanë kryer vizita pranë myftinisë së Korçës, duke uruar myftiun Ledian Cikaleshi për festën e Fitër Bajramit. Ashtu si është bërë traditë prej vitesh, nuk kanë munguar edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Në ditën e Bajramit kemi ardhur në myftininë e Korçës për të uruar në personin e myftiut Zotit Cikaleshi të gjithë besimtarët musliman, duke dëshiruar për ta paqe dhe begati. Në një kohë sfidash edhe ndarjesh, është detyra jonë që të transmetojmë dhe të dëshmojmë vlerat e paqes, solidaritetit edhe respektit të ndërsjellë, të cilat do të thosha që janë një themel për një shoqëri të shëndetshme dhe të bashkuar. Edhe ne nga ana jonë si Kisha Katolike urojmë shumë urime për komunitetit musliman në festa e Fitër Bajramit. Në fakt çdo festa na lejon dhe na jep një mundësi për të rafforcuar marrëdhënien tonë fetare në harmoni, si karakterizon lidhjen dhe marrëdhënien tonë me komunitetet fetare të ndryshme. Autoritetet vendore dhe përfaqësuesit e partive politike kanë kryer gjithashtu vizita në myftininë e Korçës. Pas 30 ditësh agjërimi, lutjesh, adhurimi, vjen festa e Fitër Bajramit dhe unë kam nderin dhe privilegjin që t'ju përcjell të gjithë besimtarëve musliman urimet më të përzemërta me rastin e kësaj feste, e cila në fakt simbolizon mëshirën, faljen, solidaritetin dhe shpresën. Sot është dita e shpërblimit të sakrificës për gjithë ata që agjëruan, të cilët agjëruan jo vetëm për veten e tyre, po edhe për gjithë ne. Zoti ja u pranoft sakrificën dhe gëzuar edhe njerë nga mot dhe kështu mbledhshin për ditë tilla. Dua të uroj sot në emër të Bashkisë Korçë të gjithë besimtarët musliman gëzuar këtë ditë Fitër Bajramit. Le të jetë kjo ditë e shenjtë një moment reflektimi, gëzimi dhe harmonie. Uroj që agjërimi dhe lutjet edhe veprat e mira të pranohen. Një urim për gjithë besimtarët musliman dhe familjet e tyre në këtë ditë shënuar të Fitër Bajramit. Zotit ju këtë pranuar lutjet, sakrificat, përkushtimin, agjerimin dhe vetëm të mira, begati dhe mbarësi sjellë në familjet e tyre dhe në familjet e gjithë atyre për cilët janë lutur. Në këtë festë të madhe të komunitetit musliman është përcjell mesazhi i paqes dhe dashurisë mes njerëzve.